Rinumërimi i votave në qarkun e Tiranës dhe disa qarqe të tjera vazhdon pa ndërprerje dhe deri tani ka përfunduar rreth 10% e procesit, ku janë evidentuar kryesisht gabime njerëzore, thot Ledio Braho, antar i Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve. Stafi i KQZ-s po vazhdon numërimin e votave, ndërsa në rastet kur votat kanë qenë të diskutueshme, KAS ka marrë vendimet përkatëse. Partitë e mëdha raportohet të kenë humbur vota gjatë këtij procesi, ndërsa tek kandidatët janë vërejtur lëvizje të ndryshme votash. Sot procesi do të zhvillohet në 2 turne, ndërsa rinumërimi në Tiranë kërkon më shumë kohë për shkak të numrit të madh të kandidatëve. Ne i kemi orientuar të gjithë numëruesit që do ta themi tashmë janë staf i administratës KQZ-s dhe jo numërues partive politike, që po ashtu po bëjnë transparencën maksimale, madje kemi edhe raste që komunikojnë me vëzhguesët pikërisht për të sqaruar pretendimet. Kur ka pasur vota që kanë qenë diskutueshme, gjithmonë janë zgjidhur me vendimarrje të KAS-it për rastin kur kanë qenë të vlefshme, të pavlefshme apo vota që kanë qenë diskutueshme për kandidatët. Që nuk ka asnjë lloj merite diskutimi për transparencën në këtë proces. Se përket Tiranës, ideja nuk ishte për prova, fakti që u bë rinumërim dhe rivlerësim, kishte të bënte me transparencën, kishte të bënte me pretendimet të disa kryesisht kandidatëve që ishin të dërsuar votat brenda llojit, por megjithatë procesi është vetëm fillimi dhe veta, janë numëruar më pak se 10% votive, ka pasur ndryshime,